Çmimet e naftës ranë të enjtë, ndërsa një marrëveshje armëpushimi midis Izraelit dhe Libanit rriti shpresat për një marrëveshje më të gjerë për të dhënë fund luftës Shtetet e Bashkuara Izrael me Iranin, që mund të çojë në rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Kontratat e ardhshme të naftës Brent ranë me 0.89% në $96.92 për fuqi, ndërsa nafta bruta amerikane ra me 0.81% në $95.24. Izraeli dhe Libani njoftuan vonë të mërkurën se kishin rënë dakord të zbatonin një armëpushim, duke rritur shpresat për një marrëveshje midis Washingtonit dhe Teheranit, e cila ka kushtëzuar çdo marrëveshje pjesërisht me përfundimin e luftimeve midis Izraelit dhe Libanit. Presidenti amerikan Donald Trump sugjeroi se mund të ketë përparim në negociatat me Iranin që këtë fundjavë. Ministri i jashtëm iranian tha se kontaktet e Teheranit me Washingtonin nuk janë ndërprerë, por nuk është arritur asnjë përparim në negociata, duke shtuar se të dyja palët po studiojnë tekstet e shkëmbyera. Në Shtetet e Bashkuara, dhoma e përfaqësuesve udhëhequr nga republikanët miratoi një rezolut për të bllokuar Trump nga vazhdimi i luftës kundër Iranit, që të hyjë në fuqi rezoluta do të kishte nevojë për miratimin e Senatit dhe shumicën prej 2/3 në të dyja dhomat për të anashkaluar një veto pothuajse të sigurt të Trump. Ndërkohë rezervat e naftës brute në Shtetet e Bashkuara ranë me 8 milion fuqi në 433.7 milion fuqi në javën që përfundoi më 29 maj. Kjo ishte një rënje shumë e madhe se sa analistët e kishin pritur, tërheqjen prej 4 milion fuqish. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë ka paralajmëruar se rezervat globale të naftës mund të arrijnë nivele kritike përpara kërkesës maksimale të verës, nëse tërheqjet e rezervave vazhdojnë me ritmin e tyre aktual, pavarësisht se importet e naftës bruto kineze ranë me 6 milion fuqi në ditë në maj krahasuar me marsin.